Kemi që s'di sa kohë konkursi që hapën anulohen për shkak se është koha zgjedhjeve tash. E nxënësit të humbur mësimi, me mira orë mësimi janë të humbur. Jo, nuk janë të humbur, për shkak se ata kanë vendime për zëvendësim. Nuk është mirë kandidati për kryetor dhe kryetori aktual. Më mor tash me konkurse, jo për zgjedhjeve. Ç'ash mirë e din ky, ç'ash mirë është të menuar për arsimin saqë i kemi që s'di sa kohë konkursi që hapën anulohen për shkak se është koha zgjedhjeve tash. Nuk ban me i marë 34-5 mësimdhënës se i dhënohen ata 200 tjerë. E tash i shtyni zvarrit, këto është të bo masakër me këtë punë. Të i mojt njerëzit peng, e nxënësit të humbur mësimi, me mira orë mësimi janë të humbur sot për nxënësve për shkak të egos ti për me marë pushtetin prapë. Kjo është e patolerueshme. Në cilat landë janë të hup orë? Janë të hup landë në shumë landë, që unë tash t'i gjoj, e kam listën me vetit në përgjithësi të vendeve që u dashtë me... E t'i gjonë në Sëban? Ka mësimdhënë të shkollëve të fillore, ka gjuhës angleze, ka gjuhës gjermane, ka edukatë shqiptare, gjuhë shqipe, matematikë, teknologji, biologji, kimi, muzikë. Faleminderit, adresohet që të kritikë. Krejtësisht e kanë rrugën e vetë profesionale dhe ligjore atë që po dhe tash zëtja Ademi. Pse anullu A janë të hupur? Është keq që jo, nuk janë të hupur, për shkak se ata kanë vendime për zëvendësim dhe ato e kanë rrugën e vetë ligjore, konkurset kur nuk nolën. Por nuk është mirë kandidati për kryetor dhe kryetori aktual. Më mor tash me konkurse, jo për zgjedhjeve. Është e kundërta që ku mujt me shfrytzuane. Me qitë konkurset, që shpo dhe të kjo dhe me shfrytzu me morë punësime dhe me kriju klientelizm që unë nuk po du me bon. Nuk po du me bon. Prandaj qytetori i Vitinjës fort mirë e din parimet e mia që unë nuk dëshiroj. Fatikisht para zgjedhjeve, jo para zgjedhjeve me përfitu në këtë kuptim. Po kështu, parimet pse ata kanë zëvendësim? Pse me kohë nuk janë hapur? Po janë tema ligjore. Zyreve ligjore, por profesionale. S'ka ligjore, ka interesa, nuk ka kur gjo ligjore. Edhe zyret arsimit. A jeni sigur që s'po hupin orë nxënësit? Shiko. Që na shkojmë atje dhe shojmë që nuk po hupin orë. Shiko, tendencat për me ngrit tema tilla janë gjithherë për zgjedhje. Ndëgjojmë, por unë po them që nxënësit e Vitinjës nuk hupin orë, s'kan me hup, edhe në mënyrë ligjore kanë më kryer aspektet, por jo në mënyrë politike. Ç'është po insiston, për shkak se mënyra politike fatikisht neve na dëmton përkundrazi. Jo, ka pas reagim pe drejtorit burime njerëzore, ka pas reagim. Ai ka vërtet si takon. Është vërtet sakt, tash pe ka tregon sakt. Po, në rregull. Tash intervenoj. Tash përfundoj. Ky e ka anuluar konkurs, masi ka dalë njoftimi, njerëzit janë njoftuar për me shku me moj testimin me shkrim, ka dalë publik njoftimi me letë këtina, është hek mas 4-5 orëve, edhe masani ka hapë si drejtoria arsimit kanë hapë konkurs, është jashtë leqme. Veç burimin njerëzore, zyra burimin njerëzore ka drejt me hapë konkurs, jo drejtoria arsimit. Ai tash është dosh prap me anulu vetë, kanë bë vetë, tash e kanë anulu prap, para ministrit e kanë anulu. Bile e kanë anulu në mënyrë prap jo të leqme. Se nuk është anulu me vendim, po veç me një njoftim. Pse është anulu masi që është vërtet? Nuk është anulu me ato që po thotë ky, po me vendim të kryetorit është anulu për shkak se ka pas shkelje, për shkak se në kohë të drejtë as një zyre pa kërkesën e drejtorisë për kohë profesionale me hop konkurs. Prandaj kjo është arsyeja në një drejtoria arsimit që i bën. Në dy. E zyrja personelit pse s'o koordinu me drejtorinë e arsimit? Po ajo çështje tyne. Jo, juja është, ti je shefi të dyve, apo? Çështja ime është, nëse është e imja, unë e kam bërë vendimin atë. A ke në komision disiplinor këta të personelit? Shiko, kështu, tash peskerej atëre. Peskerej shumë më mirë. Kështu, në momentin që i aprovuat e drejta, kur s'ko me diplomë, me fakultet publik, i abroguat e drejta, atyre që janë me kualifikën superior në fakultetet akreditume nga agjencione, nga Ministria e Arsimit, atëherë shkelet e drejta e atyre që kanë investuar prindërve tëne, prandaj unë këmdosh me mbrojt atë drejtën e tëne. Prandaj sot po them kështu publikisht, sa dhe drejta në komunën e Vitinjës e atyre që ju kualifiku edhe në fakultetet private të akreditume ka më mbrojt.